Unë nuk i di këto komunikimet dhe nuk i kam parë në media, por do të them disa gjëra që shikohen nga avioni si të ndafit, që është e qartë që një sulm në Iranit vetëm do ta konsolidonte, forconte regjimin, sepse do rreshtoheshin rrotull flamurit edhe do dieshin të kërcënuar nga armikut përbashkët, dhe çdo lloj sulmi i tillë faktikisht do ta pra nuk do të mirëpritej, do ta konsolidonte pushtetin. Prandaj është edhe nuk ka. Por ka disa elemente tjera. Për sa përket ndërhyrjes së tuaj, unë e thash një herë edhe aty bile më shumë ndikim ka diaspora që amplifikon dëshirën e brendshme dhe ka ose fakti që bota perëndimore është perëndimore dhe ka informacion, ka të dhëna dhe të cilat sot nuk më bllokojnë më, siç nga bllokoheshin më. Qartë, pra ti po thuaj që domethënë nuk ka plan për Iranin. Nuk ka plan për Iranin në kuptimin e sulmit. Absolutisht, jo vetëm për sulmin, por nuk ka plan mirëfillt i Iranit. Po armada e bukur dhe madhështore që po afrohet? Jo, shiko, ato janë, ne kemi parë Trumpin që të mburret edhe për vendosjen e paqes midis Azerbajxhanit edhe Shqipërisë. Kështu që tani po e lë pak më njëjtë këtë gjë, dimensionin e pretendimeve që çdo gjë në këtë botë, 8 konflikte janë zgjidhur prej Trumpit. Kështu që po e lëm këtë nuk është serioze kjo bisedë tani për të gjë. Por mbaroj pak argumentin që nisa unë me thënë. Po. Se ata padyshim që do shesin veten nga që kanë probleme brenda, tani po shesin veten sikur administrata Trump sikur po zgjidh problemet mëdha. Edhe është qepur edhe Nobelit dhe mendon se meritonte Nobelin edhe bën edhe kërcënim edhe kryeministrit të Norvegjisë. Kështu që kjo lidhet me këtë dimension. Çfarë thotë këto Twitter-e? Por në çfarë dim neve? Dim ne që Irani është një shtet i papushtueshëm. Irani ka një gjeografi krejt ndryshe nga vendet e tjera, për shembull Gjirë Persik, të cilat i kanë qytetet Buz-Detit, Irani ka në thellësi. Dhe Buz-Detit është një varg i madh male që është vështirë për të kapërcyer. Irani ka një popullsi shumë të madhe e të re dhe e ka shumë të shpërndar. Pra nuk është si më shku për shembull që po merr Kuwait City, po merr Bagdadin edhe rrezove regjimin. Irani ka qytete andej, ka Isfahan, nuk ka vetëm Teheran aty, domethënë që është përqendruar popullsia. Dhe është ndërtuar, organizuar për të bërë një luftë asimetrike edhe rezistencë popullore, ku nuk mjafton pushtimi, duhet dhe administrimi dhe ata të aftë që të punojnë e të luftojnë edhe në nivel të luftës popullore të decentralizuar. Doktrina mbrojtëse e Iranit është e tillë. Dhe duke patur parasysh edhe investimin e madh, sidomos në raketa, për shembull ne kemi parë që jep Shahidi ja çon Rusisë ai shumë ka, kostoja do ishte papërballueshme për një sulm ndaj Iranit. Pa llogaritur koston gjeopolitike që të razonte sepse aty ngushtica e Hormuzit që përmendëm më herët, do të razohesh çmimet e naftës. Frika më e madhe tani është riminimi i asaj zone. Ekonomia dhe kosto elektorale në vend demokratike që potencialisht do të bëhen të koalicion. Shtojmë këtu elementin tjetër që thelbësor. Do hapesh fronte të reja. Irani padyshim që do mobilizonte fronte të reja siç e ka bërë në kaluarën me akte terroriste për ta nxjerrë përtej kësaj. Dhe thelbësore ka një përvojë të hidhur me Irakun dhe Afganistanin. Pra edhe sikur të pushtohet, që ju mendoj që është i papushtueshëm dhe nuk është rastësi që edhe Petroli Osmane e të tjerë nuk e kanë pushtuar tamam, do ishte e vështirë për ta administruar një shtet të tillë. Qartë, kështu që janë të gjitha këto komplikacione që administruar një vend si puna e Afganistanit, për shembull, ose Irakut, që u pushtuar gjithë, çfarë kuptimi ka? Pra në këto aspektet, mendoj që nuk ka as një plan të vetëm dhe as një logjik të vetme që të marrë dikush sulm ndaj Iranit. Ajo që kemi neve, kemi ndryrje kirurgjikale që godasin mund leadership, sepse në fundit sanksione e lufta më shumë do shkaktojnë kosto popullit, siç kemi parë me Sadami. A ka ndryshuar strategjia edhe ata godasin më specifike, individ specifik, duke bërë atyre jetën të mundimshme. Dhe inteligjenca në këtë gjë vepron. Pra inteligjenca që është prania aty, qoftë e Mossadit, qoftë e agjencive atje, ndryhyn pikërisht të misionet dhe kanë target të caktuar taktik, që është me pamundsu zhvillimin e më tutjeshëm të kapaciteteve të tyre bërthamore. Dhe këtë e bëjnë specifike, duke targetuar familjet e shkencëtarëve kryesor ose njerëzit e lidhur të gardës që merren me këtë çështje. Por përndryshe nuk di të ketë dhe nuk ka asnjë arsye të ketë në një projekt për të sulmuar aq më tepër pas përvojave të hidhura të freskëta me vende që ishin më të vogla edhe më pak të komplikuara se Irani.